nga veriu i Kosovës Radule Stević tash rreth 3 vjet ndodhen në kërkim nga autoritetet kosovare pasi akuzohet për përfshirje në sulmin e armatosur në Bojnsk, ku mbeti vrarë shteri Afrim Bunjaku. Në anën tjetër, në Serbi, ai konsiderohet biznesmen i cili posedon 2 banesa luksoze me vlerë milionçe. Sipas vlerësimeve të tregut të pasurive të paluajshme në Beograd, këto prona së bashku me garazhet që Stević ka në pronësi, kapin vlerën mbi 1.5 milion euro. Kompania Tirat 028 tani është në mesin e kompanive me përfitime milionçe. Stević është prezantuar publikisht si biznesmen nga veriu i Kosovës me kompani ndërtimi në Zveçan. Këto kompani janë të regjistruara si në sistemin kosovar, ashtu edhe në atë serb, ndërsa përmes tenderëve ai kishte përfituar kontrata milionçe si nga Beogradi ashtu edhe nga Prishtina. Ndërsa Kosova ka ndaluar dhënien e kontratave pas vendosjes së sanksioneve amerikane, tenderët nga Serbia kanë vazhduar. Sipas aktakuzës së ngritur nga autoritetet e Kosovës për sulmin në Bojnsk, Stević dyshohet se përmes kompanive të tij ka ndihmuar Milan Radojčić në pastrimin e parave. Në këtë skemë, sipas aktakuzës, përfshihen edhe kompanitë e tij të regjistruara në Kosovë dhe në Serbi. Për veprën penale të pastrimit të parave, për të cilën akuzohet Stević, ligji në Kosovë parashet dënim deri në 10 vjet burgim. Në sulmin në Bojnsk u vra policia Afrim Bunjaku, kurse me 24 prill është shpallur aktgjykimi i parë në rastin e Bajnskës, ku të dy të akuzuarit janë dënuar me burgim të përjetshëm, ndërsa një tjetër me 30 vjet burgim. Teksa më shumë se 40 të akuzuar të tjerë nuk janë të arritshëm për drejtësinë kosovare.